Produktet ushqimore me afërsi date skadence në vend trajtohen me dy forma, ose lihen të skadojnë dhe nxiren jashtë përdorimi pa paguar taksa, ose nëse dhurohen, paguhen taksa. Për shkak të TVSH-s, shpesh është më e lirë për bizneset të hedhin ushqimin sesa ta rishpërndajnë atë, e për rrjedhoj krijohen më shumë mbetje ushqimore. Programi kombëtar për parandalimin e krijimit të mbetjeve sjell në vëmendje këtë aspekt, duke nënvizuar se një ndërhyrje ligjore për lehtësimin e dhurimit të ushqimit mund të kishte efekt pozitiv. Në përputhje me qëllimin e DKM-s së re të Bashkimit Evropian për reduktimin e mbetjeve ushqimore dhe për mbështetjen e objektivit të rishpërndarjes së ushqimit të tepërt për konsum njerëzor, do të aplikohet ndryshimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar, ashtu edhe ligjit për tatimin mbi të ardhurat, me qëllim përjashtimin e dhurimeve të ushqimit nga TVSH-ja dhe tatimi mbi të ardhurat. Dhurimi i ushqimit në pikat sociale është pjesë e objektivave për reduktimin e ushqimit prej 30% në nivelin e shitjes me pakicë të parashikuara deri në vitin 2035, thuhet në dokument. I njëjti sjell në vëmendje se vende të ndryshme të Bashkimit Evropian për të inkurajuar dhurimin e ushqimit kanë investuar në një sër aspektesh si rregullore detyruese, duke kërkuar dhurimin e ushqimit të pashitur nga supermarketet, sektorit të cateringut dhe mikpritjes, elementet ligjore, duke minimizuar rreziqet ligjore dhe përgjegjësinë për dhurimet e ushqimit aty ku është e mundur, stimujt ekonomik, duke përjashtuar nga taksat ushqimore e dhuruar, mekanizma organizativ, nëpërmjet ngritjes së grupeve sektoriale të punës për dhurimin e ushqimit, për lehtësimin dhe inkurajimin e dhurimit të ushqimit në Shqipëri, si dhe kryerjen e një studimi mbi pengesat e mundshme ligjore dhe dhurimet ushqimore që kryhen aktualisht. Ngritjen e kapaciteteve, organizimi i trajnimeve mbi dhurimet e ushqimit për punojësit në sektorët e industrisë ushqimore, shitjes me pakicë dhe shërbimit të ushqimit, për shembull hotele, restorante dhe kafene. Banka e ushqimit në Shqipëri është pjesë e Federatës Evropiane të Bankave të Ushqimit. Kjo ju jep bizneseve mundësinë e bashkëpunimit me Bankën e Ushqimit, duke mundësuar shpërndarjen në sasi të ushqimit tek njerëzit në nevojë. Këto qasje ndihmojnë në devijimin e ushqimit të konsumueshëm nga zgjesimi në landfill dhe të përdoren. Megjithatë, aktualisht Shqipëria nuk ka një kuadër ligjor dhe rregullator të posaçëm për nxitjen e dhurimeve të ushqimit, thuhet në program.